simit të qytetarëve në institucionet publike. Është thelbësore që puna e SPAK-ut të mbetet e pandërprer nga aktorë të tjerë dhe që institucionet e tjera shtetërore të mbështesin punën e SPAK-ut. Reforma e drejtësisë e vitit 2016 ka përmirësuar perceptimin e publikut jashtë Shqipërisë dhe kjo është veçanërisht e rëndësishme në momentet kur shtetet anëtare do duhet të ratifikojnë traktatin e anëtarësimit të Shqipërisë, pra në çdo shtet anëtar. Prandaj çdo ndryshim që minon reformën në drejtësi dhe punën e SPAK-ut mund të sjellë një dëm shumë të rëndë të reputacionit të Shqipërisë dhe mund të vërë në rrezik pikërisht pra ndryshim të këtij historiku që ka patur Shqipëria për luftën kundër korrupsionit gjatë viteve të fundit. Në këtë vizit, unë u përqendrova edhe të politikat sociale, prandaj kjo është e rëndësishme kur fola me përfaqësuesit e Komisionit Trepalësh, sepse cilësia e një dialogu të mirë është shumë e rëndësishme dhe roli i shoqërisë civile jo vetëm që duhet të mbështetet, por edhe të përmirësohet. Në fund të fjalës time, më lejoni të falenderoj ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, zotin Silvio Gonzato, por edhe shefen e zyrës së Parlamentit Evropian për Ballkanin Perëndimor, e cila është në Tiranë, zonjën Tatjana Mrazikova për mbështetjen e tyre gjatë kësaj vizite, por më duhet të them edhe kur ne nuk jemi këtu, na mbështesin me informacione dhe na ofrojnë pra mendime edhe për situatën në Shqipëri. Atëherë, në përgjithësi, unë mendoj që kanë qenë takime të suksesshme dhe tashmë mbetemi hapur për pyetjet tuaj. Përshëndetje, unë jam Esina Konomi nga Report Televizion. Jam e sigurt që gjatë takimeve tuaja jeni informuar për kërkesën e fundit të SPAK-ut për të arrestuar zëvendës kryeministre Belinda Balluku, kërkesë që ka ardhur në kuvent një muaj më parë dhe akoma deri në sot kuventi nuk e ka autorizuar SPAK-un. Do ta përfshini këtë ngjarje në raportin tuaj për kolegët evropian dhe nëse po me çfarë vlerësimi do ta përfshini këtë ngjarje? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen tuaj. Nuk është befasi. Sigurisht që kur vjen në Shqipëri, lexon shtypin, por dëgjon edhe aktorët e ndryshëm. Megjithatë, më duhet të them që së pari, Parlamenti Evropian nuk komenton çështje juridike apo ligjore dhe mendoj që gjithashtu është edhe një standard i mirë evropian që të institucionet të kryejnë punën e tyre dhe në këtë rast SPAK-u dhe institucionet e tjera duhet të bëjnë punën e tyre me gjetjet e tyre ashtu siç e mendojnë ato në bazë të legjislacionit, gjithçka që mendojnë ata që është e nevojshme. Ne kemi thënë gjithashtu që të gjitha institucionet duhet të mbështesin punën e SPAK-ut, por natyrisht nuk është për kuvendin apo për Parlamentin Evropian që të ndërhyjnë apo të bëjnë komente për ndonjë rast specifik. Dhe meqense më pyetët edhe për kuvendin e Shqipërisë, unë jam gjithashtu i sigurt që me këtë përbërje që ka do të bëhen të gjitha diskutimet e duhura dhe vendimet e duhura që do të merren në bazë të kushtetuesës ose të rregullores së kuvendit.